Tunja tjeta uroj të jeni mirë. Dashur miq, ka ndodhur një lajm i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka pushtuar gjitha mediat e botës. Muslimani që mposhti Netanyahun në New York dhe sekreti i aleancës së muslimanit Mamdan, tashmë kryebashkiakut të ri të New Yorkut, me Sorosin dhe me të majtën progresiste, siç e quan ai, do të bëj sot një analizë ku do t'i japim përgjigje dhe do të shpjegoj për gjithë ata miq të cilët kanë interes për të kuptuar detajet e asaj që është duke ndodhur në New York, si ja doli Amerika të sjell për planetin një mesazh të ri, të fuqishëm shumë, i cili bart kuptime të jashtëzakonshme për vetë Amerikën, për politikën amerikane, për lirinë, për simbolin e lirisë dhe demokracisë, dhe nga ana tjetër cili është sekreti i mposhtjes së lobit sionist nacionalist të Netanyahus në Amerikë nga një musliman me origjinë, pra i cili vjen nga Uganda me prindërit e tij në New York dhe mbrin majën e pushtetit lokal në Amerikë që është kryebashkiaku i New Yorkut. Çfarë po ndodh në Amerikë realisht? Si po përplaset e majta me të djathtën, cili është kontakti i islamit politik me ideologjinë e majtë socialiste progresiste, cili është sekreti i kësaj aleance, sekreti i refuzimit të lobit izraelit, përballja me Trumpin, identiteti marka Trump, si ja doli Donald Trump të krijoj urrejtje në një pjesë të madhe të amerikanëve, të këtij populli i cili kupton sot, kupton e gjithë bota sepse ka media, ka rrjete sociale, si ja doli emigranti Donald Trump, i cili ka një bashkëshorte emigrante, me prindër emigrant, me prejardhje emigrante, të ndërtoj një narrativ anti-emigracion tek toka e lirisë, toka e demokracisë, tek kombi më i lirë në planet që frymëzon gjithë planetin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që janë këto përplasje ideologjike të cilat e shkaktuan krizën e madhe tek Trumpi dhe tek identiteti i tij politik? Au transferua Amerika nga slogani, apo Amerika konservatore, nga slogani America First tek Israel First? Këtë e kuptuan amerikanët dhe i dhanë një përgjigje të fortë sot me zgjedhjen e Mamdanit, për herë të parë prej vitit 1917 në krye të bashkisë së New Yorkut, një kandidat musliman. Do të thoni ju, po çfarë lidhje ka? Sigurisht ka shumë lidhje, sepse nuk ndodh shpesh kjo gjë në perëndim, as ndodh shpesh në lindje tek vendet me shumicë absolute muslimane që të zgjedhin kryebashkiak të krishterë. Këto janë pyetje të mëdha, të cilat kanë nevojë për përgjigje dhe unë do të përpiqem shumë shkurt që t'i jap përgjigje aq sa mundem, ashtu siç mundem dhe ashtu siç di unë. Një sqarim i shkurtër paraprak për gjithë miqtë e shqetësuar dhe patronazhistët e shqetësuar, të cilët më thonë qa po flet ti se nuk të kuptojnë. Ai që nuk më kupton, nuk kam ç'ti bëj. Thua shumë, po ne nuk kuptojmë asgjë, nuk kam as ç'ti bëj. Unë flas për ata që kuptojnë, nuk di të flas ndryshe. Për ata që nuk e dinë se çfarë jam, unë kam mbaru gjithë librat e Aristotelit, Platonit, Gazaliut dhe të Nietzsches dhe të Freudit i kam dhënë provim që 18 vjeç. Pastaj kam hyrë në universitet, vi nga shkencat humane, filozofia. Kush nuk kupton, nuk kam ç'ti bëj. Dhe nonat që bëjnë punë të shtëpisë dhe që janë patronazhiste njëkohësisht, që se kuptojnë kreshnikun, janë të lutura të bëjnë punë të tjera, mos ta ndjekin kanalin nëse nuk e kuptojnë atë çfarë unë flas. Nuk është për ata që s'kuptojnë. Kanali është për ata që kuptojnë dhe do t'i zgjojnë. Çfarë po ndodh në Amerikë? Pikë pari duhet kuptoj, miq të dashur, se kënga I'm an Englishman in New York, unë jam një burr anglez, një amerikan në New York, u shndërrua dhe mund të shndërrohet sot apo mund të këndohet sot në Amerikë. I'm a Muslim man in New York me zgjedhjen e Mamdanit. Po kush është ky zotëria që është zgjedh atje? Ky është një socialist i majt,
komunist musliman me origjinë nga Uganda, por i naturalizuar shtetas amerikan. Ka bindjet e tij socialiste, progresiste, besojnë tek shtresat e varfra, besojnë tek mbështetja e të varfërve, tek politikat sociale, ulja e barrës jetesës, ulja e çmimeve nëpër supermarkete, ulja e kostove të jetesës në New York, ulja e çmimit të qirave, përballimi i jetesës nga shtresat vulnerabël të popullsisë, pra kjo lloj qasje. Në pamje të parë, kjo nuk është asnjë lloj problemi që të kesh qasje për këtë pjesë të shoqërisë, për këtë pjesë vulnerabël të shoqërisë. Çështja është diçka më e thellë se sa kaq. Do të flasim për strukturën ideologjike të globalizmit dhe marrëdhënien e tij me majtizmin, dhe do t'i marrim të gjitha me radhë për të ndërtuar një narrativ e cila ju bën të kuptoni se çfarë po ndodh. Fitoria e Mamdanit në New York dhe mesazhi politik global që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë do ju shpjegoj sot edhe cilat janë arsyet se përse muslimanët dhe islamikët, nëse do t'i quajmë, ka ndryshim ndërmjet muslimanëve dhe ndërmjet islamikëve, dhe cila është arsyeja e aleancës ndërmjet të majtës komuniste dhe islamikëve apo muslimanëve, do t'ju shpjegoj tani. Zgjedhja e një muslimani progresist në një nga qendrat më të fuqishme të planetit, një pikë frymëzimi për gjithë planetin siç është New Yorku, është simbol i transformimit radikal të shoqërisë amerikane dhe të kulturës së re që po prodhon Amerika dhe të mesazheve të saj globale për mbar njerëzimin. Është një vend i cili pavarësisht polarizimit ekstrem, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende po ja dalin të prodhojnë mesazhe universale të diversitetit dhe të lirisë. Është një fitore e një muslimani në zemër të Amerikës dhe në zemër të New Yorkut, është fitore e jashtëzakonshme për imazhin amerikan, jo domosdoshmërisht për establishmentin politik atje, por për identitetin moral të SBA-ve si tokë e mundësive dhe e lirive fetare dhe racore. Ky është mesazhi universal. Do të vim tani t'i marrim pjesë se cilat janë arsyet, aleancat dhe çfarë fshihet dhe me çfarë maskohet në globalistët dhe aleanca islamike globaliste sorosiane, dhe me çfarë maskohet anglosaksonizmi i bardh protestant, i cili miksohet me nacional hebraizmin ultra-ortodoks të Benjamin Netanyahus dhe djathtës ekstreme në Izrael, e cila therr fëmijët atje në Gaza. Duhet të kuptojmë sekretet e këtyre dy aleancave, sepse përndryshe do të bëni gjykim tifozësh i cili i shërben elitave politike, siç dalin për shembull këta gënjeshtarët e YouTube-it që i bëjnë tifozllëk për të kap like, për të kap klikime, apo për të bërë shërbime qendrave politike rajonale që kanë agjenda religjioze. Do t'ju shpjegoj të gjitha brenda minutave që kemi. Është një fitore në parim e mesazhit amerikan dhe universalizmit të Amerikës si komandanti i planetit i cili shpërndan për botën modele frymëzimi që kjo është toka e mundësive, e lirive, kjo është Amerika që nuk ta sheh emrin mbi emrin, siç zihen këtu për shembull pellazgët, vin pellazgët në komente dhe më thonë unë nuk flas as për fe, as për kristianizëm, as për islamizëm, ai thotë që ti je shqiptar duhet ndrosh mbi emrin pellazgu. Ky pellazgu nuk e di vetë nga ka lind, ka origjinën, deri ke gjyshi i njeh. Ma andej nuk e njeh, ky mund të jetë mongol, mund të jetë nga Taxhikistani, mund të jetë nga Uzbekistani, mund të jetë nga Kirgizistani. Gjithë njerëzit që ka kriju i Madhi Zot janë të mirë, por ky vjen këtu ke komentet dhe më thot mu ti je Osman, thot, am kupto. Pavarësisht se Osmani është 1,95 m i gjatë, pavarësisht se ky është bjond në sybuqili, kjo nuk më bën mua as pak, si ta them, me një identitet superior, por s'më bën as më pak, siç mund shihem nga pjesa raciste e botës së lindjes, e cila kur e sheh njeriu e bardh, njeriu e madh, njeriu
ngjyrë më të hapur e urren atë për arsye që nuk lidhen me mua. Pra, kjo urrejtja primitive që shohim këtu, ndryshon mbi emrin ti që të bësh shqiptar, apo çaje ti katolik, musliman, ortodoks, ky është primitivizëm. Ne jemi vëllezër në njerëzi. Na ka puq i madhi Zot, ty të deshi katolik, atë e desh ortodoks, këtë e desh musliman, kush do zgjedh fenë vet dhe është i lirë në këtë. Ne jemi të detyruar dhe kemi drejta dhe detyrime, duhet të bashkëjetojmë në atë dhe të ndërtojmë të gjithë muslimanët, krishterë, ortodoks, protestant, çfarë janë, të ndërtojmë të gjithë atë dheun e përbashkët, se është shtëpia jonë e përbashkët. Prandaj tha Rilindja Kombëtare, mos shikoni kisha xhamia feja shqiptarit është shqiptaria. Ata nuk ishin antifetar. Ata nuk ishin antireligjioz. Rilindja Kombëtare ka besuar në Zot, e gjitha. Me vëllezërit frashërie, me dije, me fëmitate, me konservatore, me të majte, me nole, të gjithë kanë besuar në Zot. Feja shqiptarit është shqiptaria, është mesazhi mos e lejoni fet juj t'ju lënë pa Shqipëri, t'ju shkatrojnë Shqipërinë. Sepse do vi greku dhe do thot ortodoksët janë grek, do vi turku do thot muslimanët janë turq, do vi serbi do thot ortodoksët e veriut janë serb dhe s'ka më Shqipëni. E kuptuam? Mesazhi i Mamdanit në New York është një super bomb mesazh që e lëshon Amerika për gjithë botën, në të cilin thyhet dhe vjen një tjetër goditje brenda, po të shohim fushatën e Mamdanit dhe qëndrimet e tij ndaj të djathtës amerikane, e cila është zhvendosur tek e djathta ekstreme në Izrael, shohim se fitoria e Mamdanit është një goditje në shtyllë kurrizore për nacionalizmin hebraik të Netanyahus, sepse tregon se në zemrën e botës perëndimore, në zemrën e qytetërimit perëndimor, në zemrën e inspirimit planetit, New Yorku është vazhdon të jetë një qendër inspirimi e kulturës, e lirisë, e diversitetit, e mundësive për të bërë biznes, për të bërë nga asgjëja, për të mbritur majën, kjo lloj lirie që ka frymëzuar botën për gjithë historinë. Amerika, duke qenë që po shkojmë në një botë shumë polare tashmë, ka nevojë që t'jap fuqi dhe mesazhe energjike gjithë planetit të ripërtëri ëndrrën amerikane për gjithë botën. A do ja dal apo jo, do ta shohim, por ajo që po ndodh është pikërisht kjo. Në zemër të New Yorkut vjen një musliman dhe shpallet kryetari i bashkisë dhe ky është një tregues se politika nuk po udhëhiqet më nga dogma e frikës apo identitetit etnik, as e frikës dhe identitetit religjoz, por është nga narrativa e bashkëjetesës. Tashmë duhet i kuptojmë këto gjëra se janë shumë delikate. Amerika paraqitet dhe shfaqet si shembulli i planetit, por njëkohësisht me kontradiktat e saj të brendshme. Që do të thotë? Amerika, miqtë e mi të dashur, është laboratori i eksperimenteve ideologjike më të llahtarshme të njerëzimit, duke filluar me lëvizjet feministe, duke filluar me lëvizjet antiraciste, duke filluar tek bashkëjetesa fetare, tek shprehja ekstreme e lirive individuale, grupimet LGBTQ, grupimet e transseksualëve e kështu me radhë, madje po të shihni mesazhin e fitores së Mamdanit, bashkiaku të ri të New Yorkut, mesazhin e fitores, ai përshëndet edhe transgjinorët që nuk kanë asnjë lidhje këto as me fen, as me islamin, as me kur gjo mbot, as me islamizmin, as me krishtrimin, as me protestantizmin, por ai e hap këtë dritare për të thënë që ju, edhe pse jeni të ndryshmit e mi, ju e keni sigurinë, pra jeni të sigurt, ne nuk ju shohim me përbuzje, nuk do ju shkatërrojmë, por me modelin ton, si amerikan, si majt, si djath, si progresist, unë do të përpiqem që të kaloj ty nga ideologjia jote e shtrëmbur tek ideologjia ime e saktë sipas mendimit tim. Duke qenë që Amerika është laboratori më i mistershëm i planetit dhe më i madhi për eksperimentet ideologjike të njerëzimit, ky model ka një dualitet të brendshëm, pra, dhe është njëkohësisht frymëzim
por jo vetëm frymëzim, është edhe një kontroll, mjet i kontrollit global. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet këtij mesazhi të jashtëzakonshëm që edhe atë që nuk do të frymëzohet e frymëzon, ka një mesazh të dyzuar, ka një dualitet në mesazh që është frymëzimi i gjithë planetit dhe i banorëve të planetit, që kjo është toka e lirisë, dhe njëkohësisht kontrolli global nëpërmjet frymëzimit. Frymëzimi për popujt që kërkojnë liri dhe meritokraci, të cilën establishmenti globalist, majtist, komunist, sorosian në Shqipëri me elitat hajdute politike 34 vjeçare nuk ja doli ta ofroj, përkundrazi dha shembullin më të pisët, më të ndyrë dhe më të ullët me sektin që krijoi këtu në Tiranë, sektin e elitave 34 vjeçare, që ishin të gjitha të majta globaliste, komuniste, por njëra palë u maskua si e djathtë, njëra palë u maskua si socialiste. Në thelb ishin e njëjta gjë, në moral, në doktrinë dhe në flas për leadershipin. Populli i shkret nuk di gjë. Populli vetëm nxirret në protest, përdoret, hidhet në kosh, bëhen pazaret dhe kaq e ka rolin populli. Pse? Sepse populli që të kuptoj dhe të shpëtoj duhet të vetëdijsohet. Duhet të hap trurin. Atë që unë po e bëj ditë për ditë. Më thonë ky s'ka punë, thonë aty. Ku ka punë më të shenjtë se sa të zgjosh njerëzit? Kjo është puna ime. Kjo do të jetë puna ime derisa të vdes. Me politik jashtë politikës. Pra, frymëzim dhe kontroll. Kontrolli përmes ideologjive që shuhen kombet dhe identitetet tradicionale në emër të diversitetit universal. Çfarë do të thotë kjo, Kreshnik, ta bëjmë pak më të thjeshtë? Pra, të shuajmë të gjitha identitetet lokale dhe krijojmë diversitetin universal. Diversiteti universal do të thotë e gjithë bota është një, nuk ka nevojë shqiptar, grek, turk, arab, amerikan, nuk ka më nevojë për këto identitetesh. Ka një kulturë për gjithë botën, cittadino del mondo, qytetari i botës, nuk ka më nevojë se nga jeça race, jeça feje, keça nacionalizmi. Në fakt, në dukje, kjo është një ideologji liberale e diversitetit universal, por në thelb është mjeti i kontrollit me të cilin globalistët kërkojnë të kontrollojnë mendjet dhe frymëzimin dhe gjeneratorin e identitetit shumë polar dhe shumë identitar të njerëzimit nëpërmjet shuarjes së identiteteve të vogla lokale që e përfaqësojnë njeriu. Kjo është logjika e globalizmit liberal, pra, i cili shpall lirinë si universale, por me qëllimin që kjo liri universale të jetë e kontrolluar nga qendra. Aleanca e të majtës me islamikët, progresistët, majtistët, komunistët dhe islamikët, a është paradoks apo është strategji? Ky është thelbi i kësaj analize dhe duhet të kuptojmë se Islami në thelb, Islami si ideologji në thelb nuk është doktrinë e majt, nuk është i majt. Madje në Shqipëri sigurisht populli është shumica i popullit është i majt, dhe pjesa më e madhe e klerikëve që shkuan studiuan Islamin në botën islame vinte nga familje të majta, ish komuniste, dhe ato rezonuan shumë mirë me komunizmin dhe aleancën komuniste, majtiste, leftiste, islamike, të cilën e gjetën edhe tek vendet e origjinës ku shkuan, me pak ndryshim nga Turqia. Në vendet arabe, pjesa më e madhe e botës arabe ishte e lidhur me të majtën, për arsyet që do t'ju shpjegoj tani shpejt e shpejt, sepse ky është një emision që do 2-3 orë minimumi të ezaurohet në detaje, madje mund të dojë dhe 10 orë, por unë do ta bëj shumë shpejt sa të mundem. Kush nuk ka kohë dhe ka punë, ta dëgjoj me shkëputje ose të shoh diçka që i pëlqen vet, sepse nuk mund ta shkurtoj dot më shumë se kaq. Pjesa e klerikëve që shkuan erdhën këtu
Dhe ky është dhe sekreti që shumë nga klerikët musliman sot në Shqipëri janë aleancë me progresistët dhe me Sorosin në Tiranë. Një pjesë e klerikëve, qofshin këta hoxhallar apo priftri, janë gjithmonë me pushtetin. Një, sepse nuk kanë ideologji fare, e dyta, sepse nuk e din fare se çfarë është Islami apo se çfarë është e majta, çfarë është e djathta. Kanë shkuar ndej, kanë marrë siç kanë marrë në diplomë, kanë mësuar me tregu 10 fjalime për mënsh, i përsërisin ato javë për javë, 52 herë në vit, dhe nuk kanë hyrë dot në të thella. Si të hyjmë në të thella? Hafiz Ali Korça i madh, i pas shpirti rahmet, ka thënë: bolshevizma nuk pajton kur me dinin e Muhamedit, që do të thotë komunizmi në asnjë nga mënyrat e tij dhe format e tij nuk mundet të takojë me fen e Muhamedit, pra me Islam. Tashmë socialistët progresist dhe demokratët socialist, siç thot Mamdani që është zgjedh në New York, kanë gjetur një model bashkëjetese mes njëri tjetrit. Çfarë i bashkon me njëri tjetrin? A është aleancë strategjike apo taktike? Aleanca është taktike për nevojat të përfitimeve të secilës palë. Pra, e majta në vendet e lindjes së mesme ishte e ngulitur thellë tek lindja e mesme në Iran, në Siri, në Palestinë, tek lëvizjet çlirimtare palestineze, në Algjeri, ke Abdul Naseri i Egjiptit, të Afrikën e Veriut. Pjesa më e madhe e muslimanëve në botën arabe dhe atë shiite iraniane, pavarësisht se doktrina iraniane ka ndryshime të tjera, ju a shpjegoj tani, duket qartë që aleanca e tyre me ish-bashkimin sovjetik, me komunistët sovjetik dhe me komunistët kinez, ishte për arsye të okupimit të Izraelit dhe të nacional hebraizmit ultra-ortodoks sionist në Izrael, që okupoi tokat palestineze dhe tokat arabe në vitin 1948, nëpërmjet asaj që u quajt Nakba e Madhe. Më e fundit ishte rasti i Netanyahus tashmë me pushtimin e Gazës me pretekstin e sulmit ndaj grupit terrorist të Hamasit, shuajtën dhe rrafshuan 100.000 gra, pleq e fëmijë pa asnjë faj, me pretekstin se pas tyre fshihesh Hamasi, një justifikim për të zhduk dhe për të kryer genocid, për të zhduk banorët e Gazës, për të nxjerrë nga atje, për të pushtuar tokat dhe për të ndërtuar kolonit hebreje atje. Muslimanët në lindjen e mesme, kjo është arsyeja e tyre se përse kanë qenë aleancë me sovjetikët dhe me komunistët. Sepse kanë qenë kundër Izraelit, i cili pushtonte tokat e tyre, dhe kundër Amerikës, e cila ishte kujdestarja e projektit të Izraelit në lindjen e mesme. Pra, arabët e shikonin, dhe lindja e mesme e shikon Izraelin si një luftanie të madhe të pushtetit anglo-sakson, të bardhët anglo-sakson protestant, WASP-ët, White Anglo-Saxon Protestant. Kjo aleancë britanike amerikane për të sunduar botën duhej një luftanie e madhe në zemër të lindjes mesme, luftanie e madhe e cila ndodhi me ndarjen fillimisht të territoreve të arabe pas së rënies perandorisë osmane në konferencën e Sykes-Picotit, ndarja e rajonit në influencën britanike dhe atë franceze, dhe më pas, si të themi, nxjerrja e këtij dominimi në aparencë, pra në dukje, dhe më pas erdhi ndihma e britanikëve me premtimin e Balfourit për krijimin e shtetit Izraelit dhe pushtimi i Palestinës për zënje nga tokat e tyre me ndihmën e britanikëve të izraelitëve, dhe ndodhi Nakba e Madhe dhe themelimi, njoftimi i shtetit Izraelit në 1948. Tashmë që bota po bëhet shumë polare, Amerika ka nevojë të ruaj leadershipin e saj në planet dhe të frymëzojë botën, dhe ua kam thënë në të gjitha analizat e mëparshme. Amerika i do muslimanët nga ana e saj në luftën e pashmangshme kundër Pekinit.
Ndaj, të gjithë islamofobët me origjinë pellazge të deklaruar, por me origjinë të fshehur, kush e di se çfarë, duhet ta kuptojnë se kanë humbur betejën me islamofobin, sepse 1.8 miliard musliman Amerikës i duhen në përballje me Kinën dhe me Rusinë. Do të bëj Amerika gjithçka që të lidh një aleancë me ta. Që ju pellazgët të fitoni këtë betejë, duhet jeni më aktiv, duhet keni teza frymëzuese më të mëdha se sa Islami, Kristianizmi dhe Hebraizmi, dhe ju që keni urrëtie dhe islamofobi duhet ta shuani atë, sepse kanë ardhur kohra të reja. Ka qenë një Al-Qaedës Al-Shara, ishte njeriu më i kërkuar në planet me $10 milion, e morën amerikanët me Baba Recep Tayyip Erdoganin, me rusët dhe me Izraelin, marrë veshje, shkelbin në prapanic Iranin, e hollën Iranin me shkelb masqafe dhe e sollën njeriun e Al-Qaedës në Siri, i cili shkon sot flet për New York Timesin, flet në OKB dhe është njeri i cili po performon shumë fort dhe shumë bukur në gjithlindjen e mesme. Harrojeni këtë pjesë në islamofobisë, sepse nuk ecën më Amerika me teoritë e shpellave, kanë vdek ato. Teoritë e shpellave, pse ke mbi emrin Osman, o turk, o kështu, o arab, o islamik, këto nuk ecin më, do të dëshpëroheni thellë, do të vuani shumë, kanë ardhur kohra të reja, bota është e më të fortëve. Aleanca ndërmjet konservatorëve, të bardhëve konservator, anglo-saksonët e bardhë protestant, me ultranacionalizmin sionist hebraik të Netanyahos, e transferuan Amerikën nga America First në Israel First. Kjo e bëri Trumpin që të humbas betejën e tij përballë komunistit Mamdani, të cilin e sollën globalistët dhe komunistët dhe Sorosi e sollën në pushtet, sepse ata ja dolën të komunikojnë vërtetësisht me njerëzit, dhe pavarësisht se aleanca ndërmjet Sorosit dhe islamikëve nuk është strategjike, por është taktike kundër këtij rreziku që është për i përbashkët ndërmjet globalistëve dhe islamikëve apo muslimanëve, ka ndryshim ndërmjet muslimanit dhe islamikut, duhet ta keni parasysh. Kush është ndryshimi? Shumë shkurt. Musliman është një njeri i cili e beson Zotin, beson gjithë kushtet e fesë, beson gjitha këto, falet, lutet, shkon sheh punët e veta. Ndërsa islamikët janë ata të cilët e marrin dhe e instrumentalizojnë islamin për qëllimet e tyre politike dhe financiare. Siç bëjnë këta batakçit e fesë që shkojnë edhe bëjnë aleanca herë me Ramën, herë me këtë, herë me atë, herë me Lalierin, herë bëjnë fotografia, herë shpërndajnë supë, shpërndajnë çorba, edhe i thonë besimtarëve naiv poshtë, ky vllai na ka ndihmu për xhamin, na ka ndihmu për islamin. Kjo është rrenë e madhe. Pra, ky në vend që ti thot dua unë të ruaj pushtetin, se jam Zari Edi Ramës apo Jerion Velis, i thot ky vllai është i joni se ka fut ca vëllezër musliman në punë. Ai tjetri Kekisha, ai mashtruesi tjetër i thot Erion Velin do ta mbështesim se është protestanti jon, ky i thot është muslimani jon, po është duke bosi protestant, ai tjetri i thot katolikëve kanë ardhur na japi ca nima ka shpërnda çorb mirdit dhe duhet i japim. Pra, këta janë batakçit e fesë, të cilët e marrin fen dhe e instrumentalizojnë për qëllimet e tyre politike, për qëllime të pushtetit dhe bëjnë aleanca të pista me politikën. Politikës i duhen këta, por edhe këtyre u duhet politika. Delet poshtë nuk kuptojnë gjë, sepse delja është dele. Ai thot kështu ka thënë Hoxha, kështu ka thënë Prifti. Ai Prifti tjetër del ke Hotel 15 Kaçi dhe thot Fatmir Mediu thot është vllai jon konservator. Vjen Lasivita thot jam konservator edhe i jep mbështetje Sali Berishës, i cili i pagu këtij $1.6 milion dhe fut në listën e deputetëve gjithë sorosianët e Tiranës. Dhe i thot shqiptarëve unë jam me Trumpin, sepse synon që Trumpi t'i heq këtij
non gratën. Pra është një mashtrim i madh, priftri o xhallar, ky quhet islami politik, krishterimi politik dhe hebraizmi politik. Këta janë dallkauk. Kurse muslimani shkret që shkohet në xhami, falet, shef punë vet, ai s'ka lidhje. Nuk ka arsye as ta urresh, as atë kristianin e shkret, as atë ortodoksin, as atë katolikun. Ajo që po ndodh në Amerikë është shumë e madhe. Soros dhe fondacionet e tij e përdorin këtë aleancë për të ushqyer tensione kulturore të cilat e dobësojnë nacionalizmin konservator në perëndim dhe në lindje. Por Soros është më i suksesshëm se Trumpi. Pse? Sepse Trumpizmi nuk ja doli të shndërrohet në një fenomen. Pse nuk ja doli të shndërrohet? Sepse kishte krizë morali dhe legitimiteti. Cila është kriza e moralit dhe legitimitetit? Pjesa më e madhe, po ta shihni edhe në Shqipëri, edhe në Amerikë, pjesa më e madhe që përfaqësojnë Trumpizmin, ose janë dallkauk, ose janë kokrat e hajdutëve, ose janë ish sorosian të penduar, të cilët kanë dalë nga xhirizet e Sorosit dhe janë hedhur ke Trumpizmi, sepse Soros punon që t'i kontrollojë të dyja narrativat, edhe narrativën nacionaliste, edhe narrativën e konservatore. Dhe Trumpi nuk ja doli të shndërrohet në një fenomen moral, sepse e djathta është moral, e djathta nuk është të marrësh gjithë familjen dhe t'i fusësh në punë, t'i bësh shtet, ta kthesh shtetin në mbretëri. E djathta është Zoti, është kombi, është familja, është nderi, është konservatorizmi, janë parimet më të larta njerëzore të cilat burojnë nga besimi në Zot. Kjo është e djathta. E djathta e Trumpit nuk ja doli të transformohet në një djathtë frymëzuese, një lloj si e djathta e Le Penit, apo si e djathta e kasapit Netanyahu, apo si e djathta e Orbanit që tregon pralla atje me konservatorizma në Hungari. Ne prisnim që ata të sillnin një model për konservatorizmin, për të djathtën, por nuk ja dolën. Këto lloj fytyrash nuk sillin, as nuk prodhojnë dot asnjë lloj frymëzimi. Të marrësh gjithë macet e shtëpisë edhe t'i fusësh në shtëpi të bardhë, ti thosh janë gjithë këshilltarët e mi, nuk shkon. Të thuash popullit amerikan, America first, make America great again, dhe pastaj ta shndërrosh, ta bëjmë Izraelin të madh again, këto nuk ecën. Trump shkoi, mori i pari, e çoi ambasadën e Izraelit nga Tel Avivi në Jeruzalem. I tha botës, para gjithë botës, e pa që po vriteshin, një lloj si ata, po vriteshin në Gaza, po ndodhte genocid, dhe i njëjti person që shkaktoi këtë genocid, Benjamin Netanyahu, që i doli urdhër arresti në gjykatën ndërkombëtare kriminale, del Trump dhe thot është njeriu më i fortë i njerëzimit, njeriu më i mençur i njerëzimit. Kjo e goditi moralin e Trump. Dhe e goditi modelin e tij dhe të konservatorizmit të tij. Siç e godasin në Tiranë të gjithë dallkaukët që pretendojnë se janë Trumpist, por kanë dalë nga xhirizet e Sorosit dhe i shërbejnë Sorosit, duke kapur dhe kontrolluar narrativën anti-Soros dhe narrativën pro-Trumpiste nëpërmjet aleancave me Fatmir Mediun e Gërdecit dhe me Sali Berishën, i cili e mbushi listën e tij të mbyllur me të gjithë sorosianët majtistët e Shqipërisë, sepse ai është një komunist. Kaq e thjeshtë është. Ndaj nuk frymëzojnë më. Kjo e djathtë gënjeshtare nuk frymëzon. Këtë e kapi Sorosi bashkë me globalistët, e paketuan bukur, i sollën një musliman si akullore që di me fol bukur, edhe i thanë, pirdhuni ju me gjithë ideologjitë tuaja, me gjithë djathtizmin tuaj, me gjithë moralin tuaj, sepse keni rënë, jeni rënuar. Kjo loje është duhet kuptuar nga njerëzit, dhe këtu duhet të pyesim, a është Amerika ende perandoria e lirive, apo është perandoria e kontrollit përmes diversitetit? Këto janë pyetje të mëdha që nuk mjafton ky emision për të
për t'i parë, por unë do t'i prek shumë shpejt. A duhet kuptojmë, miqtë e mi të dashur, se nëse dikur ka patur përplasje mes lindjes dhe perëndimit, sot është përplasje mes nacionalizmave fetar dhe globalizmit moral. Kjo është përplasja e sotme. Por pyetja është, cili prej tyre do ta mbrojë njeriu e zakonshëm, atë njeriu e thjesht që nuk është as kristianofob, as islamofob, as i urren nacionalizmat e tjerë. Ne e duam Shqipërinë, por ne nuk i urrejmë të tjerët. Ne e duam identitetin tonë kombëtar. Sorosianët nuk e duan atë. Sepse besojnë ke internacionalja komuniste e botës. Bota është gjitha një pa identitet. Në këtë rast, pyetja është cili pra do ta mbrojë njeriu e zakonshëm. Dhe kthehemi edhe një herë tek trumpizmi, sepse Amerika është generatori i kulturës botës. Amerika është laboratori i krijimit dhe i prodhimit të gjitha ideologjive të botës. Pse nuk ja doli trumpizmi të shndërrohej në një fenomen? Sepse trumpizmi lindi si një revolt ndaj globalizmit, por e humbi kuptimin moral dhe filozofik rrugës. Trump nuk ja doli të ndërtojë një doktrinë të re, por thjesht e përdori nacionalizmin si retorik elektorale. Si e kuptojmë këtë? Vetë ishte emigrant, nënën e kishte emigrante, gruan emigrante, thot jam kundër emigrante. Dakord? Trump e reduktoi nga Amerika e Madhe një brand personal, jo në një ideal kombëtar. Amerika e Madhe nuk mundet të mbijetonte si brand personal i Donald Trumpit, ndaj fitoi mandatin. Por duhet të ishte një ideal i madh kombëtar dhe vërtet Donald Trump duhet t'i tregonte amerikanëve që ai është njeriu që prodhoi për Amerikën identitetin e madh moral kombëtar amerikan. Trump nuk ja doli ende të ndërtoi institucione konservatore të qëndrueshme, por ndërtoi një lëvizje populiste të ngjashme me të majtat, duke e lidhur këtë me egon e tij personale. Sot shumë republikanë të ri janë pro-Trump, por pa e kuptuar dhe pa e ditur fare se çfarë është konservatorizmi, nuk e kanë idenë se çfarë është konservatorizmi. Trumpizmi ishte një reakcion, nuk ishte një reformë. Ai reagoi kundër globalizmit, por nuk ja doli të ndërtojë një alternativë reale për një rend të ri moral dhe kombëtar. Duhet rendi të jetë moral edhe kombëtar. Nuk mundet një emigrant të anatemoj emigrantët, nuk shkon, nuk ka ku të shkoj, nuk ka ku të ri, nuk ka ku të qëndroj. Dhe këtu duhet të bëjmë një tjetër pyetje të madhe të rëndësishme. Sa i ngjashëm është konservatorizmi i Trumpit dhe është djathtizmi t'i shërbesh Amerikës apo t'i shërbesh Izraelit? Kjo është pyetja thelbësore sot në Amerikë. Konservatorizmi amerikan tradicional, i themeluar nga George Washingtoni, nga Adamsi, nga Lincolni, nga Reagan, kishte në thelb, në boshtin e tij, interesin e lartë kombëtar amerikan. Dakord? Jo interesat e huaja, por pas viteve 1990, çfarë ndodhi? Një pjesë e madhe e të djathtës konservatore amerikane u bashkua me neokonservatorët sionistë, të cilët e përdorën retorikën patriotike për të mbrojtur Izraelin dhe të djathtën e ekstremit në Izrael dhe luftrat në lindjen e mesme të cilat vrisnin dhe zhduknin nga faqja e dheut muslimanët arab. Sorosi ja rrëmbeu muslimanëve këtë ndjenjë, ja solli atë në majtë të New Yorkut, e mbështeti dhe u tha, urdhëro, unë me këtë e rrezoj doktrinën, sepse ai ja doli që të argumentoj mos vlefshmërinë e moralit të kartës së Donald Trump dhe të neokonservatorëve të rinj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, presidenti Trump, të cilin ne e mbështetëm, unë e mbështeta, të gjithë të djathtët e botës e mbështetën, madje edhe muslimanët konservatorë brenda në Amerikë e mbështetën. Përveç fjalis America First, në praktik doli Izraeli është first.
dhe duke e zhvendos ambasadën nga Tel Avivi pranë Jeruzalem dhe duke treguar se Netanyahu është njeriu më i fortë i planetit dhe burri më i mençur i tij. Kjo tregon se ky lloj djathtizmi ishte një lloj teatër i nacionalizmit, por realisht ishte në thelb ishte një vasalitet strategjik i kundërt me baballarët me themeluesit e doktrinës konservatore me Washingtonin, me Reaganin në Amerikë. E kuptuam? Ky lloj dështimi e bëri islamizmin të puqet me globalizmin majtist leftist, i cili siç thot Hafiz Ali Koça dhe jo vetëm bolshevizma kur nuk pajtohet me dinin e Muhamedit, pra me fen islame, do të thotë që njerëzit ja dolën të ngrenë pyetje të mëdha. A është djathtizmi imoralitet, korrupsion apo arrogancë personale? Djathtizmi i vërtet është moral, është hyjnor, është familje, është shpirti, është Zoti, është feja, është adheu, është kombi, është identiteti, është fryma, është njerëzilliku, është humanizmi. Ai respekton gjitha këto norma. Ajo që Trump dështoi deri në këtë moment që ta sjell ishte mungesa e fuqisë morale nëpërmjet ushtrimit të tij të konservatorizmit, mungesa e një moraliteti me të cilin ai duhet ta servirte dhe ta amballazhonte konservatorizmin e tij dhe të mos dukej si dekadencë. Për këtë arsye, çfarë ndodhi? Nacionalizmi i djathtë patriotik i Trumpit më shumë u shndërrua në një reality show amerikan me nuanca perandorake, sesa një ofertë konservatore hyjnore, pastër politike, demokratike e djathtë, siç e deshën baballarët themelues të kombit amerikan nga Washingtoni tek Lincolni tek Reagani e kështu me radhë. Kjo e bëri që bota të shkojë në këtë zgjedhje dhe kjo e bëri që amerikanët të rrezojnë doktrinën konservatore në New York. Jo sepse kishte një alternativë më të mirë Mamdani, sepse narrativa djathtiste në Amerikë ishte ndërtuar mbi individin dhe jo mbi sistemin. Dhe Trump, presidenti Trump, të cilin ne e mbështetëm dhe deshëm që ai fitonte me të djathtën konservatore, nuk ja doli ta bëj këtë, nuk shkoi aty ku tha. Pra, nuk ka trumpizëm, kulti i trumpizmit për arsye të Trumpit nuk mund të shkonte më larg se kaq. Konservatorizmi është ideologji, nuk mund të ishte brand personal i cili marketonte emrin e presidentit amerikan Donald Trump. Kjo lloj humbje e kontaktit me realitetin global e shtyu Amerikën e majtë dhe globalistët atje dhe George Sorosin të ndërtojnë aleancë me këtë pakicë e cila në vendet arabe dhe në lindjen e mesme ka patur aleancë me të majtën bolshevike për arsye të Izraelit dhe të mbështetjes amerikane për Izraelin, ndërsa sot në Perëndim lëvizjet e majta dhe partitë e majta politike, doktrina e majt gjen mbështetje tek pakicat, tek minoritetet muslimane, tek minoritetet racore të pakta, të cilat nëpërmjet armës së marginalizimit dhe të viktimizimit shkojnë dhe gjejnë streh tek tezat e të majtës që hap dyert për ta dhe i ofron një vend të sigurt apo një mundësi të lirie dhe barazie me gjithë të tjerët, siç e tregoi sot rasti i New Yorkut. Amerikanët që prisnin, që e donin Zotin, që e donin familjen, që e donin kombin, që e donin të djathtën, që e donin konservatorizmin, siç një lloj si në Shqipëri nuk gjetën asnjë prej tyre. Dhe nuk reaguan fort që ta rrezojnë Mamdanin atje në Amerikë. Ndaj fitoi Mamdani. Mamdani nuk fitoi sepse ishte musliman, por fitoi simbolika e aleancës ndërmjet pakicave dhe globalistëve si tentativë për krijimin dhe rithemelimin e boshtit mbar botëror
pakicat, liria universale dhe jo identitetet lokale. Për ta mbyllur, ju falenderoj nga zemra, ju kërkoj ndjes që mora pak minuta më shumë se sa duhet. E djathta dhe konservatorizmi, pavarësisht sfidave, do të ekzistojë sepse është frymë morale që ekziston me njeriu lind nga barku i nënës me këto parime hyjnore, por i rrugës ka dallkauk, hoxhallar, priftri, ideolog, politikan, të cilët për nevojat e tyre politike bëjnë pislëqe dhe kjo humb besimin e njerëzve ke doktrina vet. Por doktrina në thelb nuk është e keqe, nuk është ajo që humbin dallkaukët, siç ndodh në Shqipëri, që nuk ka të djathtë realisht. Sepse e djathta është e kapur nga e majta që është maskuar si e djathtë. E njëjta gjë po ndodh gjithandej. Mungesa e moralit e godet dhe e shëmb të djathtën më shpejt se e majta, sepse të progresistët socialistë të majt e kanë ndërtuar mbi liberalizmin ekstrem, ndërsa konservatorizmi është ndërtuar mbi moralin ekstrem. Morali ekstrem është shpesh shumë e rëndë, është gjyle shumë e rëndë, sepse të shesin njerëzit në sekond sa ta dredhësh. Kurse liberalët thonë është liberal. Kjo është ajo që u përpoqja t'ju shpjegoj sot, sekreti i aleancës ndërmjet të Mamdanit. Bota ka hyrë në një epokë të re, do të bëheni gati për zhvillime të mëdha, dhe ju kam thënë mos e harroni kur aleanca e Amerikës me muslimanët në përballje me Kinën dhe Rusinë, nëse realizohet, është aleancë taktike, jo strategjike për mposhtjen e perandorive rivale të Amerikës. A do të ketë aleanca apo jo? Unë nuk e di deri kur do të shkojnë, por jeni të sigurt që do të jap versionet, analizat dhe mendimet e mia në çdo zhvillim. Ndaj dhe jemi kaq të shpërndar në lindjen e mesme, në botë, në rajon, në Kosovë dhe në zhvillimet politike këtu në Shqipëri, në mënyrë që të shpjegojmë të gjitha çfarë duhen shpjeguar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ju falenderoj nga zemra për kohën e çmuar, ju falenderoj për kujdesin dhe fjalët e mira. Shpresoj që të gjithë ata që nuk janë bërë subscribe kanalit i bëjnë subscribe, dhe nëse e shikojnë bisedën të vlefshme t'ia çojnë pjesës tjetër shqiptarëve. Kaq kisha për momentin, pjesën tjetër ju e dini gjithmonë të zhvillimeve do ta ndiqni vijon në numër në ardhshëm.